Pas çeljes zyrtare të sezonit veror në Vlorë, ka nisur puna për rehabilitimin dhe asfaltimin e segmenteve rrugore. Në kohë kur qyteti po bëhet gati për të pritur turistët, nis puna për asfaltimin e 31 rrugëve të cilat janë dëmtuar nga projekti për ndërtimin e ujësiellësit të ri të Vlorës. Akset kryesore rrugore po asfaltohen në kohën kur në qytet ka, por edhe do të ketë në vazhdimsi më tepër qarkullim rrugor të automjeteve, të qindra pushuesve vendas dhe të huaj që vizitojnë qytetin. Në qytetin bregdetar të Vlorës ka nisur edhe puna për rehabilitimin dhe asfaltimin e segmenteve rrugore të prekura nga projekti për realizimin e ujësiellësit të ri të Vlorës. Janë disa segmente rrugore në qytet të cilat do të riasfaltohen, teksa pritet që të shihet në vijim se si do të realizohet ky projekt, cilësia e punimeve, por gjithashtu edhe sa pengesë do të sjelli në sektorin e turizmit dhe veçanërisht në qarkullimin rrugor në qytet. Ndërkohë që vlen të theksohet edhe fakti që puna për riasfaltimin e segmenteve rrugore po kryhet ditën, madje po kryen oraret kur në qytet ka më tepër lëvizje duke ndikuar negativisht në qarkullimin rrugor. Puna ka nisur nga rruga Unazës së Madhe prej lagjes Hajro Çakëri deri në ujin e ftohtë. Ndërkohë ky projekt ka dhënë efektet e para negative duke ndikuar ndjeshëm në qarkullimin e automjeteve. Tek rapi në ujin e ftohtë, qarkullimi i makinave është devijuar duke u futur në kaos më vete. Për tu diskutuar mbetet edhe cilësia e punimeve, po kryhet shtresa e dëmtuar asfaltike dhe mbi të do të hidhet një shtresë tjetër asfalti. Por rrugët janë dëmtuar dhe ka nevojë edhe për mbushje me shtresa çakmi, nivelim dhe stabilizim të tyre. Praktikisht ngrihen pikpyetje mbi rezistencën e segmenteve rrugore pasi këto të fundit do të asfaltohen. Në vijim fluksi i turistëve në qytet do të rritet edhe nëse punimet kryhen me këto ritme. Gjatë orareve të pikut, efekti negativ në qytet do të jetë i lartë. Punimet do të ndikojnë në sektorin e turizmit dhe mbi të gjitha në qarkullimin rrugor, ndaj realizimi i këtij projekti kërkon rishikim. Rehabilitimi i segmenteve rrugore është tepër i rëndësishëm, por punimet duhet kryhen në mbrëmje vonë dhe gjatë orëve të mëngjesit, duke mos patur efekt negativ në qytet.